Mandatet dhe të thash administratëm lokale dhe qëndrore. Por kështu kishe dira fat Berisha në Fegjasën. Ne kishte bashkë. Tani ta vazhdoj prapë. Rama si e përshëndet? I ke Rama? Unë them që me këtë mënyrë dhe me kur s'ka individ përballë, s'ka një platformë politike të saktë, s'ka njerëz që kanë dalë të na mbushin mendjen që me këto do bëj. Kush do bëj qeverinë teknike? Mos thuaj. Berisha ka dalë tash mbron protestën hapur. Kur atje thuhet Berisha në Burg, ka kuptim, më gjeni logjik në një vend të botës, të thuhet Macroni në Burg, e thot Berisha hajde ti me protestën dhe bëj qeverinë. S'ka kuptim më burr ai. Po si, cila është zgjidhja? Pra, këta, jo më zgjidhja është e thjesht fare, ajo që kanë thënë. Populli, kjo është Shqipëria pa opozitë, mirë ai popull që s'ka opozitë. Opozitës nuk intereson fare kjo, intereson të prishet kjo lëvizje, kjo protestë. Dhe Berisha del atje për ta prishur, jo për ta rregulluar, duke ditur se sa e urrejnë, sa se duan. Si ishte ai grupi madh është një target grup shumë i madh kundër Berishës, që e mban edhe Ramën në pushtet, ai del atje flet për protestën, në fakt po i bën shërbimin e fundit Ramës. Thonë zërat e këqij, është marrë grattaciela mbas pallatit kongresave, 638 a 64. E kush e ka marrë? Ta pra. Po me emra ti se kuptoj njeriu ashtu. Po le ta kuptojnë, le të pyesim te KKRT-ja se del. Kështu person. X+Y varet me Z, mos ta bëjtin me 3 panjora. Ma ka thënë një miku jot i medias dhe më ka thënë që mos e nxirr emrin dhe nuk po e nxirr. Por ja një minutë, që do vim te thelbi. Pra, tani ka ardhur momenti opozita të nxjerr lider. Kjo protesta të nxjerr liderët. Ta dal grupi. Dritan Goxhaj është lider? Po pse jo? Pse jo aty ka? Ka sa dosh. Të tjerë kush? Po këtë unë këtë çfarë bëjnë ata? Nuk e di. Prandaj po të them. Jo, se kërkesa e pesë është që një grup intelektualësh që kanë një lloj profili të lartë dhe një ndikim në shoqërinë shqiptare. Po pra, po këta intelektual duhet të dalin. Duhet të vemi, duhet të dalin. Për t'i dhënë kësaj, nëse ty do të thoshim për të dhënë këshilla, për të qenë pjesë e atij grupit, do dilje? Unë e kam bërë edhe në media në artikuj që kam bërë. Kam thënë që po jam gati, po jo për të vazhduar qeveria për tikur, se unë e kam mbyllur historinë e karrierës Po administrative. për dhënë mendime, këshilla, për shembull, unë do vete për atë pjesë thash, për arsimin. Jam gati të shkoj. Japësh mendim për arsimin. Për arsimin, edhe se si do zgjidhet kjo çështje. Çfarë duhet të bëjmë në hapat e mëtejshme? Nuk mund vazhdohet protesta me njerëzit të vinë, të ikin, të viti. Ore, s'ka vend në botë që të ketë protestë me 80% 25 vjeçar më. S'ka protestë në botë më. Kjo është e mrekullueshme, është ëndër mor. Këtë kemi pritur prej kohë. Tani duhet të shkoj drejt. Po diaspora? Problema çfarë diaspora? Vinë ata ca, po pak vinë abor. Po leça. Tani në datën në fillim të korrikut, datën 10 mos gaboj, është lajmëruar një protestë tjetër e madhe me diaspora. Diaspora është e përçarë. Edhe diaspora, PS-ja ka më të madhe në gjithë diasporën botërore se PS-ja ka filluar zgjedhjet ore. Ka filluar zgjedhjet PS-ja. Përgatitjet për zgjedhje ka filluar. Lokale ka filluar. Po, ka filluar. Po pritet ndalet të ndajmë këtë punë protestë. Prit, po më them mua. Po këtë po të them pra. Ajo ka filluar zgjedhjet. Ajo punon dhe me të gjithë diasporën. Dhe diaspora është e përçarë në Shqipëri, grupe. Shiko Vatrën ti. Vatra është e gjitha djathtë. Shiko Vatrën ti. Vatra është e gjitha djathtë, din, del hapur atje kush janë në krye, ç'a bëhet. Diaspora. Edhe diaspora është në këto nivele, prap, është e pozicionuar majtas ose djathtas. Dhe fatkeqësisht për protestën, shumica janë majtas. Sepse PS-ja ka riorganizuar edhe diasporën andaj. Ka riorganizuar. Plus që nga Katovica e diti që edhe këto partitë që ata i kanë ndërtuar vetë, mjeshtrat. Mjeshtrat i ndërtuan, u dhanë letra me vlerë, u ablen letrat me vlerë se ata se dinin që ishin letrat me vlerë, shkatruan Shqipërinë, mbodhën pronat, i bën të gjitha, pra është me organizuar e majta, edhe me diasporën. Unë kam parë, dëgjoj